Policia e Kosovës ka arrestuar Astrit Isufin, të dyshuarin për vrasjen e dy fisht në Goluboc të Malishevës. Rreth orës 6:30 të mëngjesit të së premtes, i njëjti është lokalizuar në fshatin Ploqic dhe ishte plagosur. Dyshohet se plagët nga arma e zjarit i kanë ardhur gjatë përleshjes me dy viktimat. Në momentin e arrestimit, Isufi ka marrë trajtim mjekësor në qendrën e mjekësisë familjare në Malishev e më pas është transferuar në emergjencën e qendrës klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Nga ky institucion shëndetësor bëjnë me dije se gjendja e tij është stabile dhe jashtë rrezikut për jetën. Astrit Isufi, mesditën e së enjtës, qelloi për vdekje dy vëllezërit e gruas së tij. Deri tek të shtënat, sipas informacioneve të para, erdhi për shkak të një fjalosjeje që kishin pasur. Isufi kishte shkuar të merrte gruan e tij, e cila ishte për ngushëllime në shtëpinë e vëllezërve, pas vdekjes së babait të saj. Astrit Isufi ka të kaluar kriminale. Prokuroria Themelore e Gjakovës ka njoftuar se Isufi ka akt akuz të ngritur për dhunë në familje dhe kanosje.